Pas debatit të ashpër mes përplasjeve verbale me kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, e cila e çoi në ndërprerjen e seancës plenare të së Gazmend Bardhi rrezikon dëshkim disiplinor. Komisioni i Etikës do të mblidhet të hënën në orën 9:30 për të shqyrtuar kërkesën e 14 deputetëve socialistë që kërkojnë përjashtimin e Bardhit nga kuvendi për 1 muaj. Në kërkesën e firmosur prej tyre, Bardhi akuzohet se ka ndërhyrë në mënyrë të përsëritur gjatë fjalës së kryeparlamentarit me tone agresive dhe me fjalë fyese, çka sipas shumicës përbën shkelje të rëndë të rregullores. Përplasja në sallë ndodhi gjatë raportimit të Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi, ku Bardhi kërkoi që pyetjet të bëheshin drejt për drejt nga deputetët dhe jo vetëm me shkrim. Refuzimi i Peleshit për të ndryshuar procedurën solli tensione që kulmuan me përjashtimin e Bardhit nga seanca. Demokratët refuzoan që të largohej nga sallë dhe duke detyruar kryetarin e kuvendit të kalonte çështjen në votim dhe më pas ta mbyllte seancën pa përfunduar rendin e ditës. Socialistët theksojnë në kërkesën e tyre se sjellja e Bardhit dëmton imazhin dhe autoritetin e kuvendit, ndërsa vetë opozita e sheh përplasjen si një akt të qëllimshëm për të kufizuar fjalën e lirë të deputetëve. Vendimi për ndëshkimin e mundshëm të Bardhit pritet të merret nga Komisioni i Etikës në mbledhjen e fillimit të javës së ardhshme.